Bartësi i listës për këshilltar nga radhat e lidhjes social-demokrate të Maqedonisë, Zhive Aleksovski, ka bërë thirrje deri tek të gjithë pjesëmarrësit në këto zgjedhje lokale që të angazhohen për një fushat korekte, fair dhe demokratike. Ja započuvаме нашата кампања на достапност, на отчетност и на визија. Fillojmë kampanjën për një Tetov më të mirë, më të drejtë dhe më të rregulluar, e cila nuk është shërbëtore e kriminalitetit urban. Secili kandidati ynë do të jetë këtu për të komunikuar me qytetarët, sepse nuk jemi emra vetëm në letër, por qytetarë që jetojnë bashkë me ju me të njëjtat sfida. Kampanjën do ta zhvillojmë në mënyrë transparente me plane reale dhe qëllime konkrete. Ne do të dëgjojmë sugjerimet tuaja sepse besojmë se Tetova duhet të jetë shtëpi e përbashkët e jona, ku do të jemi të gjithë të rëndësishëm dhe shtëpi që do ta ndërtojmë bashkarisht, tha bartësi i listës për këshilltar nga radhët e lidhjes social-demokrate të Maqedonisë, Zhive Aleksovski. Mbrëm në Tetov është prezantuar programi zgjedhor dhe lista e këshilltarëve të LSDM-s. Në këto zgjedhje LSDM-ja garon me numrin 5, ndërsa në Tetov nuk kanë kandidat për kryetar të komunës.